Ibrahim Kadriu konsiderohet si ndër shkrimtarët më produktiv të letërsisë bashkohore në Kosovë. Me më shumë se 100 vepra, prej të cilave mbi 40 janë romane, romani i fundit i shkrimtarit, Ikja si shpëtim, sjell në qendër dramën e individit shqiptar përballë shtypjes, burgut dhe fatit historik. Nëpërmjet rrëfimit që lëviz midis kujtesës personale e përvojës kolektive, në të ndërtohet universi ku liria, identiteti dhe dinjiteti njerëzor vihen vazhdimisht në provë. Romani i Kadriut, botuar nga koha, është promovuar në kuadër të panajirit të librit në Prishtinë. Autori, Ibrahim Kadriu, i cili cilësohet si dëshmitari i epokave e mjeshtër i madh i romanit socio-historik, i përkthyer në 11 gjuhë, shkurt e ka komentuar raportin me librin e sapo botuar të tij. Unë e vërteta nuk e kam lexuar ende, Prandaj kanë ziten të dy fjalman, kanë ziten ta lexoj, stash si botim që jashtë ta lexoj, e natyrisht edhe të nervozohem, sepse zakonisht autori kur e lexon librin mos i botohet, sheh gabime, sheh shprasti, sheh për ato, po besoj se nuk do të ketë shprasti të mëdha, por ato janë evidente. Rrëfimi vjen nga kryepersonazhi i romanit, i cili përjeton izolimin si ndarje nga të afërmit dhe nga jeta e zakonshme, por njëkohësisht edhe si mundësi reflektimi mbi lirinë, kujtesën dhe kuptimin e ekzistencës. Studiuesi Labinot Berisha ka thënë se romani e vendos në qendër figurën e të burgosurit politik, duke e shndruar atë në simbol të rezistencës morale përballë presionit. Në romanin Ikja si shpëtim e Ibrahim Kadriut që botua kohët fundit, shfaqet figurat burgosurit politik si shenjë qëndresës individuale ndaj një sistemi shtypës që synon jo vetëm kufizimin fizik të njerit, po edhe nënshtrimin e ndërgjegjës së tij. Nëpërmjet jetës së përditshme të burgut zbulohen mekanizmat e kontrollit politik, të izolimit shoqëror dhe dhunës psikologjike që përdoren për të thyer personalitetin e individit. Burgosja nuk shfaqet thjesht si ndëshkim juridik, por si një proces i gjatë i riformësimit të detyruar njeriut, ku synohet zhdukja e dinjitetit, e krenarisë dhe e identitetit. Ai ka shpjeguar edhe mënyrën se si autori e ka ndërtuar hapësirën e burgut, duke e paraqitur atë si model të shoqërisë së kontrolluar. Hapësira e burgut shfaqet si një vatër e shoqërisë së kontrolluar, ku pushteti ushtron veprim përmes mbikëqyrjes së pandërprerë të frikës dhe të keqpërdorimit. Të burgosurit jetojnë në një ambient ku çdo fjalë mund të kthehet kundër tyre, ndërsa heshtja bëhet mjet mbijetese. Në këtë realitet, marrëdhëniet njerëzore shtrembërohen dhe besimi pothuajse zhduket. Institucioni i spionimit paraqitet si një nga instrumentet më efektive të kontrollit, pasi krijon pasiguri të vazhdueshme dhe shkatërron solidaritetin mes njerëzve. Publicisti e shkrimtari Avnes Pahiu ka thënë se romani sjell përballjen e njeriut shqiptar me fatin e rënd historik që ka shoqëruar breza të tërë. Sipas tij, romani ndërtohet mbi motivin e fatit tragjik që mishrohet në figurën e Mal Colit. Ikja si zgjidhje, romani Meri Ibrahim Kadriut, shkrimtarit të njohur dhe më prolific të letërsisë sore. Sjell një përballje me një fakt pamohusëm historik të njeriut shqiptar në të dy anët të kombit të ndarë. Si leitmotiv është fati tragjik i brezave që përshkon përmes copëzave të fatit të karakterit kryesor të romanit Mal Coli dhe personifikim i përvojave kolektive të brezave në përkohë, i përshkruar si paracaktim gjithkohor i pashmangshëm, por edhe shkatësimtar. Ky fat i zi ka të bëjë me dëshpërimin, vuajtjen, humbjen personale të rënditse,
që përfundon shpesh me fatkeqësi rrethanore të papërballueshme, që përshkruhet përmes një vije të hollë narracionit që bën autorin të jetë të lexuar me një egzaltim të veçantë. Ai ka thënë se kapitujt e romanet janë një renditje e ndjenjës së trishtimit dhe humbjes së shpresave. Autori arrin që përmes një trajtimi jo sipërfaqësor të psikologjisë së të burgosurit, të shëshojë dilemën e tij si një eksperiment fundamental teorik dhe psikologjik, që modelon të ndosjen në brendësinë e realitetit të hidhur personal dhe të interesave më sipërore të kolektivitetit. Kjo është përfaqëс mënyrën se si një individ racional mund të zgjedhë në dy situata të ndryshme. Ikja si shpëtim vjen si një prej romaneve që e rikthen vëmendjen te përvoja e burgut politik dhe te pasojat që sistemet shtypëse kanë lënë mbi jetën e njerëzve. Por përtej kësaj, romani I Ibrahim Kadriut është edhe menditim mbi fatin historik shqiptar, mbi kujtesën kolektive dhe mbi aftësinë e njeriut për ta ruajtur identitetin e vet, edhe në rrethanat më të rënda.